Në shtator të vitit 2025, kreditë e reja për korporatat jo financiare private arritën nivelet e reja në disa sektor kyç të ekonomisë sipas të dhënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë. Flukset hyrëse mujore të UA-ve tregojnë një zgjerim të dukshëm të financimeve në sektorët e tregtisë dhe ndërtimit, ndërkohë që transporti shënoi rënje. Sektori i tregtisë me shumicë e pakicë mbetet më i madh për nga vlera huave të reja me 8.6 miliard lekë me një rritje prej 37.1% krahasuar me shtatorin e vitit 2024. Kjo tregon për një dinamizëm të fortë të konsumit dhe të zinxhirit të furnizimit. Në vend të dytë vjen ndërtimi me 4.4 miliard lekë hua të reja me një rritje prej 36.6% në bazë vjetore. Në sektorin prodhues bujqësia shënon një rritje të fortë prej 127.7% duke sinjalizuar gjallërim në agrobiznes. Industria nxjerrëse u rrit me 15.5%, por ajo përpunuese ra me 7.5%, ndërsa energjetikat kurret ndjeshëm me 67.4% pas një periudhe investimesh të mëdha. Ndërkohë nga ana tjetër furnizimi me ujë dhe menaxhimi i mbetjeve shënoi një rritje goxha të lartë. Një nga zhvillimet më interesante është sektori financiar dhe i sigurimeve me një kërcim prej 556.8%, duke arritur në 1.74 miliard lekë kreditë reja. Ky zgjerim sugjeron një rritje të investimeve brenda vetë sektorit financiar, ndoshta për shkak të transformimeve teknologjike, konsolidimeve apo nevojës për kapital shtesë. Në mënyrë të ngjashme, shëndetësia dhe aktivitetet sociale kanë përjetuar një rritje mbreslënse prej 442%, duke kaluar nga 174 milion në 945 milion lekë. Në kontrast të plot, transporti dhe magazinimi janë të kurrur me 83.6%, duke rënë në vetëm 350 milion lekë nga mbi 2 miliard një vit më parë. Edhe administrimi publik dhe mbrojtja kanë regjistruar një tkurrje pothuajse totale me 99.6%, duke kaluar në nivele simbolike. Sektori i akomodimit dhe shërbimeve ushqimore është rritur nga ana tjetër me 95.4%, duke kaluar në 1.4 miliard lekë, një tregues pozitiv për turizmin dhe hotelerinë, të cilat përfitojnë nga një sezon i zgjatur dhe investime të reja në infrastrukturë. Ndërkohë, aktivitetet e pasurive të paluajtshme kanë shënuar një rritje prej